Janë të shumë zyrtarë të jetuar nga SPAK, mbi të cilët rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës, bazuar në këtë vepër penale, u dënua ish-ministri i Mjedisit Lefter Koka, u lëshua urdhër arresti për ish-zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj dhe është një nga 5 vepra penale me të cilën po përballet kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj. Me shqetësim se kjo dispozit ka mbushur qelitë e paraburgimit, kryeministri në konferencën përmbyllëse të fundvitit kërkoi që neni i shpërdorimit të detyrës të rishikohet, duke cilësuar si një dispozit që cënoi pavarësinë e qeverisë në vendimmarrje. Por si e shohin avokatët penalist kërkesën për rishikimin e kësaj dispozite? Për juristin Jordan Daci, ndërhyrja në këtë nen do të shtonte edhe më shumë paqartësinë. Ai shpjegon se dekriminalizimi i këtij neni nuk do të shpëtonte nga dëshkimi zyrtarët e lartë pasi ka vepra të tjera penale që konsumojnë gjatë ushtrimit të detyrës. Teknikisht dhe teorikisht e vështirë për të arritur sado mirë të formulosh dispozitën në fjalë. Kjo për arsye sepse është një gjë kaq e pa kufizueshme, sa çdo tentativë për ta kufizuar do e bënte në vetvete objekt interpretimi akoma dhe do shtonte paqartësinë e gjës. Pjesa më e madhe janë shkeljet të cilat për nga rrezikshmëria, pasojat që sjellin etj këto të cilat do të ishin themi kritere objektive, fakt janë shkeljet thjesht disiplinore, administrative. Italia, e cila ka shumë më tepër përvojë se sa ne, për një kohë gjatë ka patur debat dhe në fund e hoqën. Sigurisht ka plot vende tjera që e mbajnë. Nuk mendoj se dekriminalizimi i kësaj vepre do linte pa përgjegjësi personat, se për shembull, nëse ti bën shpërdorim detyre por jep një tender, ke shkeljen barazisë tenderave. Nëse ti shpërdoron detyrën duke vjedhë, ke vjedhje. Është urgjente nevoja për ta riparë si dispozit dhe bashkë me të bëhet një riformatim i kodit penal, jo i ri. Avokat Roland Islami e sheh si të vonuar kërkesën e kryeministrit për ndërhyrje në këtë nen, sepse sipas tij, ky ndryshim kërkohet tani më që pjesa më e madhe e qeverisë janë të akuzuar për shpërdorim detyre. Ne juristët e kemi ngritur më herët këtë parashtrim, edhe përpara gjykatave që shpërdorimi i detyrës nuk mund të quhet vepër penale, dhe duhet të rishikohesh te ligji. Por ndërkohë, nga qeveria nuk kemi pas asnjë reagimi për arsye sepse ishte nen që i shkonte për shtat kryeministrit dhe qeverisë. Ndërsa sot që nuk i shkon për shtat më kryeministrit të Republikës dhe qeverisë shqiptare, kërkohet rishikimi i kësaj dispozite sepse kemi gjysmën e 80% qeverisë për shpërdorim detyre dhe të administratës publike, po për shpërdorim detyre. Nëse flasim sot në Prokurorinë e Tiranës, janë mbi 700 procedime penale, cilat janë për shpërdorim detyre. Për shpërdorim detyre, unë vetë kam bërë 5 kallëzime penale, cilat janë procedim penal për shpërdorim detyre dhe ndër funksionarët publik që janë në rangun e sekretarit përgjithshëm, ministrit, të drejtorave të përgjithshëm, të cilët kanë shpërdoruar detyre dhe janë procedime penale pa masa sigurimi, të cilat duan një vendim gjykate. Sipas avokatit Sajmir Visha, i shpërdorimi i detyrës konkuron me korrupsionin apo vjedhjen, kur bëhet fjalë për zyrtar të lartë, ai e sheh si një nen që jep mundësinë gjykatës për të mos dhënë vendim pafajësie. Për mendimin tim, shpërdorimi i detyrës konkuron me korrupsionin ose me vjedhjen. Nëse një zyrtar ka vjedhur, do përgjigjet për vjedhje. Ai duhet përgjigjet për atë vepër penale, po jo shpërdorim detyre. Shpërdorim detyre është një gamë shumë e gjerë. Zakonisht këta e përdorin kur nuk del dot i pafajshëm, kur nuk japin pafajësi, gjykata menjëherë të dënon ose shpërdorim detyre ose moskallëzim krimi. Dy vepra penale të cilët jo vetëm që nuk provohen, por nuk kanë lidhje me faktin për të cilin ata akuzohen. Dekriminalizimi i shpërdorimit të detyrës sipas disa ekspertëve shihet si një përpjekje për lehtësimin e pozitës juridike të zyrtarëve të lartë të dyshuar apo në hetim për shpërdorim detyre ose korrupsion.